Qytetarët nuk e kanë mirëpritur vendimin për ndalimin e monopatinave. Vendimi u bë me dije të dielën e 12 tetorit nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, duke njoftuar hyrje në fuqi që prej ditës së hënë, policia shpërndar në zonat kryesore të kryeqytetit nisi aksionin që në orët e para të së hënës, duke bllokuar me dhjetra monopatina të qytetarëve, të cilët dolën për qarkullim në rrugë. Megjithatë, ka pasur edhe nga ata të cilët nuk janë bindur urdhërit dhe kanë vijuar të lëvizin me monopatina, teksa janë regjistruar edhe episode të tensionuara me ndjekje nga policia ndaj qytetarëve. Këta të fundit e kanë kundërshtuar urdhrin dhe kërkojnë kthimin pas të monopatinave elektrike që u janë bllokuar. Në shenjë kundërshtimi, qytetarët e Tiranës kanë njoftuar zhvillimin e një proteste të mërkurën në orën 10:00 para godinës së policisë rrugore. Megjithatë, vlen të theksohet se ende nuk dihet sa do të zgjasë vendimi deri në saktësimin e rregullave dhe masave të lejimit të monopatinave.